Izraeli ka pohuar se ka ndërmarrë një sulm ndaj Iranit duke synuar zemrën e programit të pasurimit bërthamor, pas një periudhe tensionesh të larta, lëvizjes ushtarake dhe retorike kërcënuese nga të dyja palët. Para sulmit, janë raportuar fluturime amerikane në Izrael me furnizime ushtarake, stërvitjesh intensive dhe stimulimesh sulmesh. Planet izraelite përfshin goditje ajrore të avancuara, përdorimin e avioneve F-15 dhe F-35 dhe pajisje anti-bunker, si dhe ndërhyrje elektronike për të neutralizuar radarët dhe komunikimet iraniane. Në objektiv janë vendosur instalacione si Nazaz, Folodov dhe kompleksi Ifrasaf. Ndonse disa prej tyre janë të mbrojtura brenda maleve dhe struktura betoni të përforcuara. Nuk përjashtohet as veprimi i brendshëm nga element sabotues pro-izraelit. Forcat iraniane, të cilat kanë humbur pjesë të sistemit rus S-300, janë detyruar të mbështesin në mbrojtjen vendase, më pak efektive kjo. Pavarësisht goditjes ekzistuese, pasiguri ka dhe mbi efektivitetin e saj. Ekspertët vlerësojnë një vonesë të mundshme të programit bërthamor iranian prej 6 muaj deri në 3 vjet, me një ori që nuk mund të zbulohen. Nga ana tjetër, SHBA mbetet e pozicionuar fuqishëm në rajon me baza ushtarake, bombardues strategjik dhe një rrjet avancuar zbulimi. Këto masa synojnë të përballen me hakmarrjen e palajmëruar nga Irani, që mund të përfshijë raketa me dron Shahed, duke shkaktuar rrezikun e përshkallëzimit të mëtejshëm në lindjen e mesme.